tha që Partia Socialiste ka shumë njerëz të cilët thithin vota në listat të hapura. Ta vendosin pak në perspektivë. Mbledhemi te Tirana sepse të dy zonjat që i kemi këtu profesuese politika në listën e Tiranës, edhe mos shkojmë më larg. Në Tiranë ka 11 në listën në fletën e votimit ka 11 subjekte politike që marrin pjesë. Secili prej 11 subjekteve politike ka detyrim ligjor të paraqesit 37 kandidatura, aq sa mandate prodhon qarku i Tiranës. 37 herë 11 shkon të diku 400 kusur, 407 mos ka për kandidatura. Okej, në rregull. Tani unë po e reduktoj dhe nuk po merrem që ka kaq për vetëm 13 vende. Pse 13 vende? Shkja Tirana, qarku i Tiranës prodhon 37 mandate. Nuk ka në një dyshim politik, po ja them të leshikuesve, që dy forcat kryesore politike, ose dy kampet kryesore, Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore dhe Partia Socialiste, do të nxjerrin 12 që janë 1/3 e mandateve që prodhon qarku. 12 dhe 12 janë 24, 37 minus 24 janë 13. 13 mandate janë në lojë. 13 mandate për 11/37 nxjerrjeve. Po e reduktoj dhe po vim... Se bëhet kjo, do të dish? Jo, po vim të Partia Socialiste. Partia Socialiste ka disa figura, unë përmenda zonjat, në listat hapura, Mimi Kodhelin, Anila Denaj, Nolta Gjatshkën, zonjën këtu Gjyla Meti që kemi të pranishme, Klodita Bushën, po kemi dhe figura si Pandeli Majko, Blendi Gonxhe, Plaren Drec, Arion Braçe, etj. Tani, si e shek të lloj gare, në 37 emra të listës hapur, ku me të vërtet, si kurse tha zonja Gjyli, ka shumë figura politike që mund të thithin vota, që luftojnë për vetëm midis 8 dhe 6. Pse 8 dhe 6? Diku kam dëgjuar që Partia Socialiste pretendon që do fitojë 20 mandate në Tiranë. Po e marr për të mirë qenë. Mos u mërzit Xhixho. Mos u mërzit Xhixho. Po një moment për efekt analize. 20 minus 12 8. 37 në 8. Si e sheh pak këtë garë, këtë proporcion, se duhet vendosur në kontekst zia që ideja ime për listën e Partisë Socialiste për mënyrën si është ndërtuar. Se është vërtet që ka figura politike, po a janë një pjesë e tyre atje për t'u djegur? Atëherë, një pjesë e tyre janë figura politike, po nuk kanë votë. Nuk kanë votë personale. Mund t'jesh figurë politike, shumë e mirë mund t'jesh. Ka raste edhe në Partinë Demokratike. Madje deri aty sa në listat e mbyllura ke rastet Partisë Demokratike që në vota janë provuar dhe votë nuk kanë. Por si teknicien, pra në rolin e tyre, në pozicionin e tyre, janë okej, sepse partisi duen... Dhe që partisi duen, eksakt. Tani, dhe në rastin e listës hapur, Partia Socialiste është ndjekur po i njëjta, sepse për mendimin tim është një listë mbledhse votash, po dhe spastruese. E pra, e ndanë këtë mendim që është një listë spastruese deri diku. Për mua është listë spastruese, praktikisht. Për mua nga Edi Rama është zgjedhur një grup shumë i ngushtë afër tij me të cilat e lidhin portofolje ekonomike, dhe çështje interesash të mëdha, të cilët i ka ruajtur me imunitet paraprakisht, se imuniteti nuk të ruan përjetësisht duke i futur në listat mbyllura, në fillim duke i vënë në krye të qarqeve dhe në listat mbyllura. Por këtë ke parasysh të Talon Ballën? Arbian Masnikun? Arbian Masnikun u shpërblye për atë që bëri me Erion Velin, po është shumë e thjeshtë ajo historinë. Është mendoj një nga individët që ka marrë pjesë shumë në shkatrimin e figurës së Erion Velis. Anyway, për të heqim këtë se nuk dua t'i rëndoj të ardhurat e Partisë Socialiste me një temë që është tjetër. Dakor, duhet kuptoj cilat janë personat që i imunizojnë përkohësisht, po quhen. Ogerta Manastirliun, ke Belinda Ballukun, ke pjesa më e madhe gjithë këtyre që janë në krye të grupeve. Pjesa më të madhe aty i kanë portofolet, kështu që drejtuesit politikë, edhe njerë drejtues politik i vuri për t'i imunizuar përkohësisht nga... Sepse është ndruar 3 herë version. Në fillim ata nuk do ishin pjesë e listës mbyllur, po bëjmë diskutimin pas. Pastaj, mëtej, jo, mos mete listën, shkojmë te programi. Në pjesën e listave të hapura, se këtë dua ta them, aty ka një inteligencë brenda. Pse? Ke ish emra të rëndësishëm po që nuk kanë votë, ose edhe me problematika me të nesërme me spakun, ose më tej, se do ta tregoj drejtësia, po që nuk përbëjnë rëndësi, pra mund të lëshohen, me të cilët spaku mund të merret sa të doj, dhe ka disa personazhe për të cilët unë mendoj se do ketë një direktiv politike më tej, të cilët jo për munges merite, po për mendimin tim, për shumë zonja Gjyla Meti është një nga një emrat që ka shanse shumë të mëdha. Sa do të pyesja, zonja këtu? Pse? Sepse unë mendoj që do ketë edhe një direktiv politike të pa thënë shkoqur që sa më shumë vota të drejtohet drejt personazheve që nuk kanë pasur ndonjëherë përgjegjësi dhe si të tilla nuk janë përfolur për korrupsion. Sepse barra
e korupcionit dhe problematika që ka qenë mbi supet e PS-s në gjithë këto muaj do vazhdoj të jetë edhe më e rëndë në vazhdim. Kja sjarojnë pak teleshikuese shumë thjesht, edhe sikur Partia Socialiste. Pra unë mendoj që në ato dyshe, ta them dhe këtë, në ato dyshe femrash, sepse 6 plus 2, 5 plus 2, 4 plus 2. Këtë doja të thoja, në çfarë do lloj konfigurimi të mundshëm në Tiranë, dy do të jenë zonja që janë kuot gjinore. Nuk po them ato që i di shumë mirë që nuk do marrin vot, po dhe që do ikin për arsye se kanë problemet e mëdha. Në dy femrat që do nxjerrë Partia Socialiste në Tiranë, mendon se Gjylameti mund të jetë një nga këto të dyja. Komplimente. Unë mendoj, unë është analiza ime, nuk e zgjidhem këtu. E zgjidhem këtu. Gjylameti nuk e njoh, thuajse thjesht përshëndetemi për kortezie dhe për respekt, por nuk është s'ka lidhje. Unë po të flas se si unë e shoh politikën. Tu do jemi dhe do flasim. Por ato emra që duken si të mëdhenj, por ato emra që duken shumë të mëdhenj, mendoj që janë vënë aty pikërisht, thash femëror, po dhe mashkullor, janë vënë aty pikërisht për të djegur. Gjylameti?